Bismillahirrahmanirrahim. Të dashur besimtarë, të nderuar teleshikues, radio dëgjues, ju uroj mirësarjen në edicionin e radhës të emisionit të Mjaftinisë së Shkodrës, që organizon me rastin e muajit të bekuar të Ramazanit me tematik hadithet e Ramazanit. Padyshim se siç e kemi edhe përmend përmes edhe edicioneve të tjera, muaji i Ramazanit si gjithmonë është muaji i reflektimit, muaji i mundësive të mëdha, muaji për të pastruar zemrën, për të forcuar karakterin, për t'u afruar më tepër Zotit përmes vlerave të mëdha që e përshkruajnë këtë muaj të veçantë nga të gjitha muajt. Për të vazhduar të hedhim dritë mbi citatet profetike të pejgamberit ton Muhamedit alayhi salatu wassalam që flasin pikërisht për këtë mysafir të nderuar, ne në këtë edicion të sotëm kemi të ftuar teologun Idmir Plaku, imam i Xhamisë së Madhe, Ebu Bekër këtu në qendër të Shkodrës, të cilit ju uroj mirësevje. Atëherë, në vazhdim të këtij bashkëbisedimi, së pari do përcjellit për besimtarët hadithet që ne kemi menduar, planifikuar sot i trajtojmë, të ndajmë së bashku disa idena edhe këshilla të vyeshme. Së pari është hadithi nga Ebu Horera, i cili është një nga transmetuesit e mëdhenj të haditheve të pejgamberit alayhis salam, i cili thotë se Rasulullah i dërguari i Zotit alayhis salam ka thënë: kush agjiron në Ramazanin me besim, bindje dhe vendosmëri, atij falin të gjitha gjunahet pra të kaluara. Atëherë pyetja që mund zgjellim thjesht, cili është kuptimi edhe domethënia e këtij hadithi pikërisht në këto ditë të besimtarit dhe konkretisht cilat janë këto gjunahe që falen nga Zoti fuqiplot. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Jemi në atmosferën e muajit të Ramazanit dhe ajo që jep edhe më tepër gjallëri në përshkrimin se si duhet ta përjetojmë janë hadithet e pejgamberit alayhis salam. Teksa lexojmë ajetet kuranore të cilat kanë treguar obligueshmërinë e agjerimit në këtë muaj dhe çdo vepër, punë të mirë e cila bëhet ka një shpërblim të madh, por kur lexojmë hadithet e pejgamberit alayhis salam, japin një përshkrim dhe një gjallëri edhe më të madhe. Në këtë hadith pejgamberi alayhis salam ka treguar vlerën dhe rëndësinë e madhe që ka agjerimi i këtij muaji, por jo dhe vetëm, teksa e ka kushtëzuar agjerimin e Ramazanit për të arritur shpërblime të mëdha me besim, bindje dhe vendosmëri. Dhe kjo është jeta e besimtarit në këtë muaj, por duhet të vazhdojë edhe në muajin tjerë. Atë siç e theksuam që muaji i Ramazanit është muaji i mundësive të mëdha, besimtari kur kryen një vepër duhet të ketë bindje të plotë, të jetë i sinqert në niyetin e tij në kryerjen e kësaj vepre dhe të ketë shpresë në shpërblimin e madh që Allahu xhaleshanuhu ka rezervuar për të. Në këtë hadith të pejgamberit alayhis salam ka treguar që agjerimi nuk është thjesht një pastrim fizik, kryerje fizike e këtij obligimi, por një pastrim shpirtëror, jo vetëm ana fizike e trupit që pastrohet, por edhe shpirtëror dhe ka theksuar i falen mëkatet e kaluara. Në lidhje me mëkatet e kaluara, jo të gjitha mëkatet falen. Ka një kohë të caktuar dhe këtu bëhet fjalë për mëkatet e vogla. Në lidhje me mëkatet e mëdha, njeriu duhet të jetë i penduar, të mos i sisoj të lutet Allahu xhaleshanuhu pra të futet në një fazë tjetër. Por në lidhje me agjerimin ka theksuar mëkatet e kaluara. Dhe për këtë arsye besimtari krahas këtij shpërblimi, ashtu siç theksohet edhe në hadithe të tjera që Allahu xhaleshanuhu është garantues i shpërblimit të madh që e ka lidhur me mëkatet dhe është një mundësi e madhe që besimtari çdo vit kur vjen muaji i Ramazanit futet në shkollën e agjerimit për t'u pastruar, në aspektin jo vetëm në kryerjen fizike të agjerimit, por edhe atë shpirtërore. Pra ka kushte.
dhe në hadithet e tjera ka theksuar pejgamberi alayhis salam që agjërimi nuk është kush nuk i ndalon veprat e këqija dhe punën me to, Allahu xhaleshanehu nuk ka nevojë për agjërimin e tij. Pra është në kuptimin e plot, si në aspektin fizik, ashtu edhe atë shpirtëror një mundësi e madhe që besimtari duhet i kushtojë rëndësi. Dhe fjala me besim dhe vendosmëri, bindje, janë ndërkushtet kryesore të kryerjes një vepër, por të marrjes edhe shpërblim nga Allahu xhaleshanehu. Dhe kur pejgamberi alayhis salam thekson që me bindje dhe vendosmëri në esencën e tyre është një jetë i pastër. Pra nuk ka hipokrizi, nuk është në një presion të shoqërisë apo njerëzve të caktuar në kryerjen e tij obligimit. Ka hyrë në shkollën e agjërimit për hir të Allahut xhaleshanehu. E ka bërë një jetë për ta kryer këtë ibadet për hir të Allahut xhaleshanehu si një obligim që Allahu xhaleshanehu ka vendosur për ta kryer në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit. Po, atëherë në vijim të haditheve të tjera, për cilat ne vazhdojmë bashkëbisedimin, duke nxjerrë sigurisht disa këshilla të përmbledhura, disa urtësi. Është hadithi tjetër që vijon tani nga një transmetim tjetër, Sahel ibn Saad radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, në xhennet, pra në parajs, është një derë e cila quhet Rayyan. Përmes saj hyn agjëruesit në ditën e Kiametit, askush tjetër nuk hyn prej saj, përveç këtyre, pra agjëruesve. Thuhet, ku janë agjëruesit? Ata ngrihen në këmbë, hyn nga ajo derë, pastaj ajo mbyllet. Mbaron citati profetik. Përsëri pyetja është, cila është domethënia shpirtërore e këtij hadithi dhe pikërisht kjo Rayyan, ç'është konkretisht? Edhe në këtë hadith të pejgamberit alayhis salam, ky është ndër hadithet madhështore në të cilën pejgamberi alayhis salam ka treguar pozitën e agjëruesit jo vetëm në këtë muaj, por në çdo kohë. Një person i cili agjëron, pozitën e tij, privilegjin e tij që ka tek Allahu xhaleshanehu, por njëkohësisht edhe shpërblimin e madh. Në këtë hadith që në hyrje pejgamberi alayhis salam ka përshkruar derën në xhenet. Dhe fjala Rayyan po të shohim apo ka një fjala Rayyan, emërtimi i kësaj dere me fjala Rayyan, po të shohim në aspektin gjuhësor, ajo vjen nga folja rraja saj, vjen nga folja yarwa, e cila do të thotë fornizoj, dhe në këtë rast simbolizon Allahu xhaleshanehu i ka vendosur këtë emër si simbolik e shuarjes së etjes, dhe aq më tepër që ajo që ndjen më tepër njeriu gjatë agjërimit, pavarësisht është në muajin e Ramazanit apo në muaj të tjerë, e ndjen etjen. Edhe në hadithet të pejgamberit alayhis salam, në lutjet që ka bërë pejgamberi alayhis salam, pikërisht ka thënë, fjala e parë që ka thënë, ka ikur etja. Është mbushur stomaku dhe shpërblimi tek Allahu xhaleshanehu është i garantuar. Pra ka ardhur si simbolik për të treguar pozitën e agjëruesit. Në këtë rast po të shohim mënyrën se si pejgamberi alayhis salam komenton dhe përshkruan gjendjen e agjëruesit në ditën e gjykimit, duke i ka dalluar nga të gjithë krijesat e tjerë, nga të gjithë adhuruesit e tij, i ka dalluar me derë të veçantë, i ka dalluar duke i ndarë, i ka dalluar duke i thënë ku janë, pra janë ngritur, i ka veçuar. Të gjitha janë privilegje dhe motivim që besimtari duhet të agjëroj dhe në këtë rast duhet të agjëroj në çdo kohë. Dhe pejgamberi alayhis salam në traditën profetike kemi agjërimin e ditëve të veçanta, qoftë gjatë javës, qoftë në periudha kohore të ndryshme gjatë vitit. Pra i kanë nxitur besimtarët që të agjërojnë sepse është i veçantë.
është i veçantë dhe shpërblimi tek Allahu xhaleshanahu është i madh dhe po të shohim pastaj ajo derë mbyllet, pastaj dietarët kanë thënë ajo derë mbyllet garanci e plot e shpërblimit që Allahu xhaleshanahu dhe fjala Rayyan duke e përshkruar që në derë ju ka ikur etja pa hyr në xhenetin e amshushëm dhe Allahu xhaleshanahu e ka përshkruar në Kur'an, që pikë së pari ka përmendur ikjen e etjes. Dhe kjo është simbolik dhe një frymëzim i madh për çdo besimtar që duhet i përkushtohet agjërimit dhe shpërblimi i Allahu xhaleshanahu është kjo dhe po të shosh në detaje se si pejgamberi alayhis salam hap pas hapi të përshkruan ku janë agjërusit i pret derisa të hyjnë të gjithë në hadithet e tjera pejgamberi alayhis salam ka përshkruar edhe adhurues të që kryejnë vepra të tjera, qoftë namazit, qoftë dhënies së sadakas, por i ka tërhequr vëmendje që në xhenet ndodhet, nuk ka thënë për xhenetin është, por në xhenet ndodhet një derë, ka tërhequr vëmendjen që besimtarit duhet edhe në hadithin e mësipër që të jenë më të përkushtuar me besim bindje të plot në marrjen e këtij shpërblimi të madh që Allahu xhaleshanahu aq më tepër në këtë privilegj dhe nderim që u bën besimtarëve me hyrjen e tyre në xhenet. Në vijim dhe që e përmbyllim këtë bashkëbisedim, por është një hadith tepër interesant dhe shumë i rëndësishëm edhe në jetën e sotme, transmetuar nga Enes ibn Malik radiallahu anhu, Allah qoftë i kënaqur prej tij, transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, 3 lloj lutjesh nuk kthehen mbrapsht. Është pikërisht lutja e prindrit, lutja e xhirusit dhe lutja e udhëtarit. Atëherë pyetja është përsëri cila është domethënia dhe se është kaq e rëndësishme. Ky hadith i pejgamberit alayhis salam ka ardhur në frymën e ajeteve kuranore të cilët Allahu xhaleshanahu ka zbritur në lidhje me obligueshmërinë e agjërimit në këtë muaj. Dhe ndoshta shumë dietar kanë thënë që sekreti, lidhja e madhe që ka ky muaj është me lutjen. Si në këtë hadith, por edhe në hadithet e tjera është theksuar që prej këtyre 3 lutjeve transmetohet edhe hadithe të tjera të cilat shtojnë edhe personat e tjera që lutja e tyre nuk kthehet mbrapsht, por spikada është i renditur mes tyre, është i renditur lutja e agjërusit. Lutja e agjërusit qoftë me fillimin gjatë ditës në kohën që ka filluar agjërimi, por në hadithet e tjera ka ardhur në kohën që çel iftarin e tij. Pra e veçanta e tij, pse pikërisht, pra aty është finalja më e madhe, finalizimi i asaj dite me përkushtim, me besim që ka agjëruar dhe me një sinqeritet të pastër. Si duket pas një lodhje të gjatë ditës, ka të shpresën e madhe dhe Allahu xhaleshanahu ja finalizon duke thënë që lutja e tij është e pakthyeshme. Zakonisht kemi hadithet e pejgamberit alayhis salam, në traditën e pejgamberit alayhis salam ka qenë që lutja pas kryerjes së ibadetit, si lutja pas namazeve, pas një ibadeti të saktuar. Por pikërisht në finalizimin e agjërimit ka ardhur që pejgamberi alayhis salam e ka specifikuar, sepse është pret atë gëzimin, pret besimtari pret gëzimin e asaj dite. Dhe për gëzimit, 2 gëzimeve ka thënë që është ky moment, ky çast kur çel iftarin, por njëkohësisht edhe kur ta takojë Allahu xhaleshanahu, dhe ka gëzim më të madh kur ta takojë Allahu xhaleshanahu, duke thënë që kjo është dera e xhenetit që është e caktuar për agjëruesit dera në Rayyan. Pra ka një lidhshmëri dhe Allahu xhaleshanahu në fund të ajeteve ka thënë që nëse më pyet mua jam afër. Dhe kjo është afërsia më e madhe, nëse ka thënë për namazin që aty gjenden në sejdë në kohën e iftarit, është një afërsi shumë e madhe. Dhe lutja
Pejgamberi alayhis salam ka thënë që lutja nuk kthehet mrash. Pra Nuk kthehet mrash për atë person i cili ka agjerimi i tij ka qenë brenda kornizave, dhe përshkrimi që i ka bërë pejgamberi alayhis salam që duhet i përmbahet agjeruesi. Pra ka vënë ato kushte me besim, vendosmëri, sakrificë, duke u përmbajtur të gjitha të gjërave të cilat pejgamberi alayhis salam jo vetëm thjesht lënia e bukës apo e ujit, por të gjitha atyre gjërat të cilat e prishin si në aspektin shpirtëror ashtu edhe atë fizik. Si duket çfarë kuptohet prej haditheve për të tre llojet të përmendura në këtë citat, vjen si shkasi i sakrificës dhe i mundimit qoftë edhe të prindrit apo jo, që i pranohet lutja sepse prindi ka një sakrificë të madhe që përjeton për rritjen e fëmijëve. Edhe siç kemi dëgjuar edhe prej citateve të tjera profetike, nëse i prishet qefi, pra respekti i prindrit, dhe ai lutet diçka për fëmijën e vet, është Zoti na ruaj, mos shohim prej atyre që ka raste të tilla apo jo të konsiderueshme. Po ashtu edhe si duket edhe lutja e udhëtarit, i cili udhëtimi pra në përgjithësi është i vështirë, pra kërkon sakrificë, ka ato përballje të sfidat e veta, dhe si duket edhe kjo vjen në sajt të sakrificës dhe të mundimit që ka udhëtari dhe i pranohet edhe lutja e tij për çdo rast. Ashtu është edhe agjerimi siç edhe ju edhe përshkruat. Meqense tani jemi në mbyllje të këtij bashkëbisedimi të shkurtër, hadithet e Ramazanit me këtë tematik, siç është edhe tradita, por përpara se të japim pra ju konkretisht mesazhin, një përshkrim të Ramazanit të si vjetshëm, si ka filluar i nderuar Laku, ky Ramazan, si duket ndryshe nga viti i kaluar? Sigurisht ka ndryshime, por çfarë ndjeni ju? Çdo Ramazan ka të gjallërinë dhe bukurinë e vet. Dhe ka ndryshime. Natyrisht besimtarët janë të ndjeshëm, shumë më të ndjeshëm në këtë muaj në krahasim me muajt e tjerë, sepse vetë atmosfera që krijohet nga agjërimi, kryerja e ibadeteve të ndryshme, japin gjallëri tjetër. E kthejnë në frymën islame se si besimtari duhet të jetojë jetën e tij, në jetën e kësaj bote. Dhe jeta e besimtarit është e ndërlidhur ngushtë me ibadetin dhe kryerjen e adhurimit ndaj Allahut xhaleshanuhu, duke i dhënë përparësi dhe kryerja me përkushtim e veprave, natyrisht edhe sakrificë, natyrisht që ka shpërblim të madh te Allahu xhaleshanuhu, qofshin ato në raport me krijuesin e gjithësisë dhe obligime, qofshin ato në raport me familje apo edhe me jetën shoqërore në vendet ku ato jetojnë. Në muajin Ramazanit që njihet ndryshe si një muaj i ndryshimit, çdo gjë ndryshon për mirë, dhe kemi nevojë që jeta jon të jetë Ramazani, jetë bujarie, solidariteti, të lidhur pas veprave të mira, të lidhur pas solidaritetit njerëzor. Dhe aq më tepër që solidariteti njerëzor në ditët e sotme ka një ftohje, dhe këtë duhet ta pranojmë. Por Ramazani është një burim i mirë që na mëson se si duhet të sillemi me krijesat e Allahut xhaleshanuhu, si duhet të sillemi me njëri tjetrin, jo vetëm thjesht brenda besimtarëve, por edhe në raport me shoqërinë dhe me çdo gjë që na rrethon. Ramazani ka filluar mirë dhe urojmë që shkojë edhe më mirë. Inshallah. Atë një këshilla juaja e fundit, një mesazh. Këshilla ime është që ta vlerësojmë kohën, çdo moment të saj, dhe aq më tepër në këtë muaj. Të mos neglizhojmë asgjë që kemi mundësi për ta bërë. Koha të mos e vrasim atë me gjërat e kota, por të përfitojmë prej saj. Dhe vlerësimi i kohës në muajet duke parë edhe brezat e parë të besimtarëve ka qenë vlerësimi më i madh.
Dhe njerëzit të cilët kanë vlerësuar kohën janë përkushtuar asaj në kryerjen e atyre obligime që kanë pasur, gjithmonë kanë arritur suksese të mëdha. Muaji i Ramazanit është një shkollë e madhe që njerëzit synojnë të arrijnë rezultate sa më të mira. Dhe hadithet e pejgamberit alayhis salam kanë nxitur secili duhet të pretendojë të futet tek dera Rayyan, secili duhet ta kryej punën e tij, agjërimin e tij, ibadetin e tij me bindje dhe vendosmëri. Dhe mes hadithit të pejgamberit alayhis salam, kush agjeron, por njëkohësisht edhe kush falet, ka një frym të ndërthurur. Allahu xhaleshanahu kush e përjeton natën e Kadrit, i ka përshkruar që do t'i falen mëkatet e kaluara. Dhe kjo është një ofertë vitet e kaluara. Kjo është një ofertë e mirë për besimtarët, të cilët nuk duhet ta humbasin, as nuk duhet ta mbartin për vitin tjetër, por duhet ta përfitojnë këtë kohë që të jenë për atyre njerëzve të cilët Allahu xhaleshanahu u ka premtuar shpërblim të madh në jetën e kësaj bote, por edhe në jetën tjetër. Atëherë në përmbyllje, unë të falenderoj për pjesëmarrjen dhe për të gjitha idetë dhe mendimet e vyera, urtësinë që dhat gjatë këtij bashkëbisedimi dhe uroj inshallah që të jemi sërish bashkë në emisionet e tjera. Inshallah. Të nderuar besimtar, këtu kemi ardhur në fund të këtij takimi të sotëm, të këtij edicioni ndryshe të haditheve të Ramazanit, organizuar nga Mbështetja Shkodër, pikërisht ky program, me rastin e këtij muaji të madhëruar të Ramazanit, ku ndam së bashku me teologun e njohur, Edmir Plaku, imam i xhamisë madhe Ebu Bekër këtu në qytetin e Shkodrës, disa hadithe profetike që flasin pikërisht për këtë muaj. Dhe u ndalem për Rayanin dhe qofshim të kësaj dere të madhe të Rayanit që është në xhenet dhe të përfitojmë inshallah taala këtë shpërblim të madh. Por kjo në saj të një agjërimi të denjtë dhe të përkushtuar, por edhe të veprave të tjera të cilat janë ofertë mirë, siç e përmendi edhe imami i nderuar, për t'i përfituar inshallah taala gjatë këtyre ditëve të këtij Ramazani. Dhe qofshim jo vetëm njerëz të Ramazanit, por njerëz të Allahu xhaleshanu, sepse Zoti ekziston edhe pas Ramazanit. Dhe është pikërisht ky muaj që na edukon, na jep këtë shkollë për të vazhduar lidhjen me Zotin fuqiplot, i cili është edhe qëllimi i ekzistimit tonë në këtë botë materiale. Ne inshallah taala do shihemi në takimin e ardhshëm dhe deri në atë kohë qofshi në paqen e Zotit, në mëshirën e Tij të amshuar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.